Një person është raportuar i zhdukur rreth orës 8:05 në komunën e Gjilanit. Lajmin e kanë konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, i cili bëri ditur se policia ka pranuar informacion se një 32 vjeçar në Gjilan ka dalë nga shtëpia rreth orës 7 të mëngjesit dhe që nga ajo kohë nuk është kthyer më. Nuk dihet për vendodhjen e tij. Ai njoftoi se gjatë veprimeve të para hetimore vetura e personit të zgjetur në afërsi të një pendes të fshatit Livaç. Njësitë policore relevante së bashku me ekipet e zjarrfiksve dhe të emergjencës kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sharrimin e rrethanave dhe gjetjen e personit.